të shkoj tani tek një tjetër moment. Atëherë, presim Mozën që të vi në skenën tonë. Çfarë mendimi keni, Ermal, Angel, Armina? Ishte fiks një surprizë për alla Moza, që unë s'po kuptoja çfarë po ndodhte, edhe po ajo pjesa u qetësova shumë kur ajo nuk e njoh, kur kuptuam që ajo nuk e kishte njohur vajzën. Nuk e njoh vajzën. Unë thash se s'flasin, edhe s'po i fliste as në transmetim. Ne bëri bo, si foli gocës. As këtu si foli. Po shqyqy që nuk e njofi. Ishin shumë, me të vërtet, më pëlqen shumë dy vajzat e Mozës, shumë elegante, shumë duke që transmetonin një kulturë që trashëgonin domethënë nga Moza. Angel? Do vërtet ta them atë që Thuaje. apo ta lë fare. Kujtoj që është një natë festive, jemi të lumtur gjithë. Domethënë mos e them atë që mendoj, okay. Po thuaje se pra të thënë atë që mendoni. Me thënë drejtën, surpriza ishte shumë e bukur, deri në momentin faktikisht unë i vlerësoj shumë të tre artistët që ishin ftuar dhe besoj për cilin do të vinin për të recituar, do ishte një nder dhe një kënaqësi e madhe dhe se di tani se secili ka mendjen e vet, unë personalisht do kisha zgjedhur të dëgjoja deri në fund, edhe nëse nuk do ishin shkrimet e mia, por pa diskutim, duke qenë surpriza ishte për Moza, normal. Jo, unë kur vi Moza dhe ta pyes pak ja pas ka ardhur. Çfarë ndodh Moza me poezit që janë online, shkruajnë që janë të tuat, por nuk janë të tuat, ndodh kjo? Po ndodh dhe kjo ka ndodhur dhe përpara, domethënë në epokën e njerëzve të fuqishëm të artit, sepse një mënyrë për të ul vlerën e një autori është të nxjerrësh me emrin e tij poezi të cilat janë të vetat. Dhe në fillim luftova pak, po e kuptova që ishte një luftë e kotë, nuk i lëvizja dot. Atëherë, ajo që më habiti dhe më tronditi ishte që ishte bërë edhe një Wikipedia me një datë falso për lindjen time. Do me thënë... Të kishin bërë më të moshuar apo më të re? Po jo, pak lëvizte, më kishin quar nga qershori. Bota në cilën jetojnë, bota virtualitet. E prisha se ke drejt hysh një herë, dy herë, thash Moza, mos e lëviz më se është e kotë ato e kanë darë. Më marrin nga kryeministria të më japin dhurat si artiste në qershor. Më vjen keq, po kam lind në 25 dhjetor. Do me thënë... A e kuptoni se me qëfar ambicjesh duhet luftuar, kështu që herë tjetër aktorve, organizatorve duhet marrin librat në dorë, për ndryshe do bien në këto gracka të vogla. Është një botë e gënjeshtër kjo e internetit, është në shumë kuptime është një botë e gënjeshtër. Po kjo është një këmban për bler librat dhe jo për t'i gjetur poezit online. Kjo është kryesisht këtu ke ne, se jashtë shtetit me autor të nivelit tim që ka marrë çmime ndërkombëtare nuk tallet njëri. Por ja them dhe një herë Ermalit, pushtetin... Me ty e ka? Po, pushtetin e kanë burrat, gratë kanë dashurin. A e more vesh apo jo? E s'bim dakord me këta. Me thënë drejtën, Moza nuk bim dakord me këta. Po ja, s'bim dakord, po shive... Unë nuk mendoj që në 2026... Nuk mendoj që në 2026 duhet bim dakord që pushtetin e kanë burrat. Po burrave nuk ja bëjnë dot këto gjëra. O Angel, nuk janë gjithë si ty. Jo, nuk ka lidhje fare, është çështje e respektit burrit dhe gruaja, nuk mendoj që dikush ka pushtet apo komandon dikë. Arbana, burrave nuk ja bëjnë dot këtë gjë. Ata llogarisin. Kush e mbron, me kë grup është, ku është, gjitha këto dalin që s'janë. Atëherë, po me burrat nuk e bëjnë. Unë mendoj sepse burrat i mbrojnë pak më shumë njëri tjetrin, ndërsa gratë sulmojnë pak më shumë njëra tjetrën. Edhe kjo është. Edhe kjo është. Kjo është.